përgjithshme me atë projekt vendim, qartësi nuk do që ta bëjë reformën territoriale në mënyrë me konsensus. Pra, ose edhe me kontributin tuaj. Pra, do më thënë, mund të le të themi janë dy premisa, të dyja negative. Po heqim atë që ka një konsensus, në fund fare bijmë dakord për një hartë, dhe për mënyrë funksionimit pushtetit vendor, që themi, besojmë dyja palët që do funksionojë për 20 vite, 30 vite të ardhshme. Le të themi ajo është më optimalja. Ke dy opsione tjera negative. Një është që Rama e bën vetëm, se ne si jemi aty, dhe tjetër është Rama e bën si do vetë, po me ne në tryezë që kundërshtojmë, bëjmë propozimet tona, dhe përpiqemi për konsensus me sens pra të plot që kështu duhet. Kjo do kishte vlerë të shtuar për transparencën në raport me publikun, që nuk ndodhi në 2014-2017. Dakor, tani një gjë që ndoshta ju e kujtoni ose kujtoni në praktikën e ndodhur deri sot, ku vendit i shkohet, kur ka patur konsensus me një draft të mbyllur në komisionin e përbashkët dhe pastaj ku vendi formalizon akordin, marrëveshjen. Tani neve jemi duke folur për fundin, marrëveshja, konsensus, do ndodhi, është në fund ajo. Mund të marrë kohë. Afat. Pra ne mund të diskutojmë afatet. Por reformat të rëndësishme të mëdha, konsensuale, që kanë funksionuar 2002-2003, 2004-2005 dhe 2008, që të treja nuk ishte as edhe një lloj besimi mes palësh. Unë kam qenë ose si OSBE-s, apo në krahun e mazhorancës në 2008, nuk kam parë konsensus apo besim që kjo do të funksionon të fillim. Ka marrë kohën e vetë, 6 muaj, 1 vit, dhe në fund fare, mbas shpërplasjesh, mbas mungesë dakordësie, kanë ardhur ekspertë ndërkombëtar, kemi diskutuar. Po pra, kanë ardhur ekspertë ndërkombëtar. Sot nuk e ke presionin ndërkombëtar për të arritur konsensus. Kemi gatishmërinë e ndërkombëtarëve për të marrë pjesë. Për të marrë pjesë po për të imponuar konsensus. Dëgjoj, edhe në ato ka ndruar regjistrat e ndërkombëtarëve. Dëgjoj, nisë ti them me janë gjëra që i di ndoshta në detaj. Nuk është se na kanë ardhur ekspertë ndërkombëtarë kanë bërë presion. Kanë thënë, keni pozicionin A, pozicionin B, në gjykimin tonë, ky pozicionin C i bën bashkë. Kemi gjetur konsensus aty. Lugbashi, nuk e kisha në reformën per se. Kisha presioni i fundit ndërkombëtar që ka prodhuar efekte politike në Shqipëri ka qenë 2017. Nga 2017 e mbrapa nuk ka më presion ndërkombëtar. Pra, kjo jep duar të lirë Edi Ramës të vendosi si të dojë me votat që ka. Nëse presionin ndërkombëtar i vitit 2020 do të isha respektuar, po aty kishim gabim me ne, kishim ikur ne nga parlamenti. Por nëse i presionin ndërkombëtar i 2020 do të isha respektuar ashtu siç u ra dakord aty, deri me pikën e fundit që thotë nuk pati konsensus për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pra ne palët, Partia Demokratike nuk dha konsensus dhe palët ranë dakord kështu. Sot do të kishim një kod shumë herë më të mirë se sa ai që është sot. Tani, edhe një herë po them, edhe në 2008, për shembull, nuk kishte ndërhyrje kaq të fortë ndërkombëtarëve. Kishte shumë më pak se sa në 2003 apo në 2005. E rëndësishme është produkti, por unë po them një gjë tjetër. Nuk u nisëm me idenë që ka dakordsi. Mosbesimi ishte maksimal, piketat u vendosën mbi bazën e mosbesimit, u ndërtua punë rrugës. Madje ka edhe një situatë tjetër. Në vitin 2003, pra ishte ende për të mbaruar reforma zgjedhore atij viti, që është shumë e rëndësishme, vjen pas asaj marrëveshje të famshme Nano Berisha të 5 prillit 2002, një detant 6 mujore politike një histori tjetër. Histori tjetër, ndoshta nuk përsëritet ajo. Tani nuk ka pika takimi. E kam diku tjetër. Nuk është se ajo shkoi vaj për shkak të asaj marrëveshje. Por krijoi një frym. Po, këtu unë bashkëpunimi dhe unë jam kohezioni midis palëve. Mirë keq ka mundësinë të thyej shumë prej klisheve që janë krijuar në mendjet e njerëzve për sa i përket këtyre reformave, se i di në detaj. Pra, çfarë ndodhi? Ndërkohë që ke qenë autori një pjesë të tyre. Kam qenë ekspert, kam qenë autor, kam qenë, pra nuk ka rëndësi, po ideja është di detajin si kanë ndodhur gjërat. Atëherë në atë kohë, ndërkohë që bëhesh komisioni hetimor për Bashkinë e Tiranës, ai që njihet si komisioni Oldashi, dhe betejë politike ishte jashtëzakonshme. Zoti Oldashi iku nga komisioni i reformës zgjedhore, u bë kryetar, zoti Xhafa iku nga i njëjti komision për të bërë nën kryetar dhe atje vazhdoi debati. Komisioni i reformës zgjedhore e bëri punën e vet. U arritën madje edhe 2 marrëveshje në 12 dhe 17 maj të 2003-shit. Marrëveshja e dytë i dha balancimin
politik Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mori këtë në xhep nano, ndjes pas, mori në xhep suksesin e miratimit të kodit zgjedhor, shkoi në samitin e Selanikut për të thënë ja ne arritëm konsensusin dhe një muaj më pas në Korrik e theu konsensusin për balancimin e KQZ-s nëpërmjet KLD-s rasti Subashi, nëse ju kujtohet, që e mori përsëri 5-2 Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra ishin vështira kohët dhe atëre.